Ja ku vim në rubrikën shumë të dashur bëje vetë me Stella Nikola. Mirë se erdhe, Stella. Mirë se u gjeta. Kënaqësi. Çfarë do na tregosh sot, edhe pse në fakt për Anvisa që na ndoqën në hyrjet e emisionit i shpjegova 3 pikat ku do të ndalemi sot. Ti themi shpejt një shplarës për gojën. Atëherë kemi një shplarës për gojën, kemi këto rathët e syve që mbas pune gjithmonë na tradhtojnë pak. Kemi dhe një mask me panxar të kuq. Këtë faqkat është kjo që po si ruzh ajo, i japim pak dritë hije, por që kemi çdo gjë natyrale. Natyrale, me panxar që e përdorim edhe për buzët, thjesht me përbërës natyral. Me këtë nisim të parin, besoj të uji është gati. Ne kemi ngrohur ujin dhe kjo është një shplarës goje. Tani ne dim që ka plot në dyqane, në markete, shplarës goje gjithandej. Ato kanë ato elementet që unë nuk jam dakord, sidomos për fëmijët, pastaj jam komplet kundra. Kështu që me pak kanell dhe karafil, me ujë të nxehtë, e lëm që të precipitoj pak të fillojnë të veprojnë si karafili dhe kanella. Shplajmë gojën edhe e pështym me derdim. Antibakteriale për bakteret që ndodhen në gojë, po ashtu edhe për freski. Unë nuk e di, Niki, unë më përpara kur më dhimte të mballa, neve çfarë bënim? Pinim karafil. Ose krip, në thoshin, vendosni çik krip të vëndi. Ne karafil gjithë kohës edhe unë tani shihen e karafilit më kujtohet dhëmballa. Po, të jep atë idenë s'kuet e dentisti kur për ty karafil, për shkak të eugenolit, një element i përbërës kryesor që përdoret edhe në Po ku ka më mirë se klinika dentare. Çdo gjë natyrale. Pra me ujë të nxehtë, atë ngrohtë. Kjo filloi direkt që të lëshoj atë ngjyrën e verdhë. Atëherë, do ta lëm pak këtu përpara, që edhe shojnë Anvisat, të lëshoj pas pak minutash është gati për të bërë atë shplarjen. Ne përdorëm shumë pak tani, sepse mund të hedhësh më shumë karafil dhe kanell, bën një gota, një shishe dhe ke përdor në ditët në vijim për një javë. Kjo është perfekte.